Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biseda jonë sot do të jetë për padrejtësinë. Allahu ja ka ndaluar vetes së tij padrejtësinë dhe e ka bërë të ndaluar ndërmjet nesh. Allahu thot në hadith qudsi: O robërit e mi, unë ja kam ndaluar padrejtësinë vetes time dhe e kam bërë të ndaluar ndërmjet jush. Prandaj, mos bëni padrejtësi. Padrejtësia më e madhe që bën njeriu është shirku. Shirk është t'i bësh shok Allahut në adhurim. Pastaj vijnë llojet e tjera të padrejtësisë. Ne çunat ju kam treguar një pjesë të tyre. Lutja Allahun t'i bëjnë të dobishme, shikim të këndshëm. Qa po bën ti? Po vjedh? O sharam me vjedh? Herë se ka lek shumë këtë, ti marrë mi cikne. Allahu e ka ndalu vjedhjen. E vërtet, Allah më falë. Qa keni? Pse po rrifeni? Pse rrëf, a pse është me i vogël ai? Po, dua, jam më i fortun. Allahu e ka ndalu padrejtësinë. Vërtet, Allah më falë. Më bëj halal. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Qa ke këtë lezumë një? Zero. Qa keni me lexime e këtij? Se për të lexu Kur'an ishte. Se shaka po bën? Për ty është shaka, për tek Allahu është tallje dhe përqeshje dhe kjo është padrejtësi. Po ja imamri do shumë. Pra gjithmonë na i pësh punët. Fisim na pysh. E pra. Gjina. Na le asë gjo me ha. E mos I thuni gjatë ita. E o çuni, a dini se kjo është gibet? Mos bëni gibet. Po hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. Ai nuk është prezent këtu, por Allahu sheh dhe dëgjon çdo gjë. Po sigurisht ishte ai këtu. Dhe I peshin këto fjalë? Subhanallah, vallahi nuk e kishim menduar. Selam. Na bo halal o Muhammed se kemi fol shumë keq për ty. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. Qa po bën? Po them pjesën. E ke përmendesh apo e ke për të lexuar? Përmendesh. Po ti po kopjoje. Allah të shpërblet për këshillën. Amin o jak. Mi e plekot. Janë të mijat. Mirë pse unë jam më I madh dhe ti je më I vogël edhe unë duhet marr më shumë lekë se ti. Ti s'duhet marrësh lekë. Qa ke pse merr lekët vllajt aty? Se unë jam më I madh edhe kjo është më I vogël. Po ai ka marr lekët e veta, ato janë lekët e veta, nuk janë lekët e tuja. Unë kam më shumë forcë se kjo dhe ja marr. Qa lidhje ka kjo padrejtësi? Me I marr lekët vllajt tat. I for nuk është ai që shtyp të doptin, por është ai që frenon kur mund të bëj padrejtësi. Po drejt. Allah na fal. Na fal. Ndihmoni pak se kam shumë gjëra ke durët. Ka për ndihmoj se ka shumë gjëra. Edhe mos respekti ndaj prindërve është padrejtësi. Po sikur mos me fal ai që e kam përgojuar. Po sikur mos më fal mu ai që unë e kam tallur. Atë ditë nuk do të ketë lek, as euro, do të paguash me veprat e tua të mira.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Keni frikë padrejtësinë, sepse padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e Kiametit." Mos prit ditën e gjykimit. Nëse i ke bërë padrejtësi dikujt, kërkoj halallën sot, se nesër mund të jetë vonë.